Juela Nicoli, banorja e Big Brother VIP 5 që la shtëpinë mbrëmjen e dieshme, e ftuar sot në Shqipëria Live, komentoi të gjithë rrugëtimin e saj brenda shtëpisë më të madhe në Shqipëri. Juela shprehu se ndryshimi i saj nga një vajzë e brish me një lojtare agresive erdhi në mënyrë natyrale pas hyrjes së Rogertit, duke qenë se edhe loja u bë më agresive. Për incidentin e saj me Gretën, ajo tha se veprimi i kësaj të fundit ishte i papranueshëm dhe shtoi se i erdhi mirë që vëllai i madh vendosi ta përjashtonte banoren. Kisha nevojë të pushoja, fola me miqt dhe familjen. Familja ime ishte e lumtur, mamaja dhe babai u zhgënjën pak sepse nuk arrita dot finale. Aty brenda jam munduar ta ndaj lojën nga njeriu, gjestet që bën ata kur dola nuk më duken të hijshme, megjithse ka qenë e ditur tashmë se çfarë qëndrimesh ka patur Selin ndaj meje në atë shtëpi. Ortakëria ime me Rogertin erdhi shumë rrjedhshëm. Nuk besoj që më ngeli Rogerti. Në javët e para isha në comfort zone, po i jepja vetes kohë të ambientohesha me formatin. Kur erdhi Rogerti, erdhi një pikë e lojës që u bë më e ashpër dhe unë i kam thënë atij gjithmonë që nuk i mbështes shumë nga gjërat që ka bërë ai. E gjeta të përbashkët dëshirën për lojën, pra fakti që ne nuk kishim frikë të gjykoheshim. Fakti që u bëra antagoniste e lojës së Selin më bëri akoma më të fortë. Unë kam hyrë vetëm dhe dola vetëm. Isha një banore që nuk bëri kompromise, mund të kisha përdorur Senon apo Stenaldon, nuk ka qenë synimi im dhe nuk e bëra, u shpreh Juela. Së fundmi ish banorja komentoi edhe incidentin që ndodhi me saj dhe Gretës, ku kjo e fundit e përshtyu. Veprimi i Gretës ndaj meje ishte i patolerueshme, më erdhi mirë që mori atë vendim vëllai i madh për të. Më vjen keq që shkoj aty ku shkoi situata sepse do mbahet mend për këtë gjë në këtë edicion, tha ish banorja. Situata e krijuar së fundmi në Big Brother VIP Albania pas deklaratave të Miri ndaj Mateo ka kaluar kufit e një debati të zakonshëm televiziv dhe është shndërruar në një çështje që ka prekur edhe familjarët jashtë shtëpisë. Shpreha jashtë do merremi vesh, e artikuluar gjatë një momenti tensioni, është interpretuar nga familjarët e Mateos si një kërcënim i drejtë për drejtë. Për ta, kjo nuk është thjesht një frazë e thënë në nerva e sipër, por një deklaratë që ngresh shqetësime serioze për sigurinë dhe klimën që po krijohet rreth spektaklit. Në reagimin e tyre publik, ata kanë zgjedhur një ton të matur, por të qartë, ka kufi që nuk duhet të tejkalohen, pavarësisht natyrës së fortë të lojës. Familjarët theksojnë se janë të vetëdijshëm për formatin e reality show, ku debatet, përplasjet dhe emocionet janë pjesë e pandashme e lojës. Megjithatë, sipas tyre, ekziston një vijë ndarëse mes debatit të fortë dhe gjuhës që mund të perceptohet si kërcënuese. Ata ngren shqetësimin se normalizimi i deklaratave të tilla mund të japë një mesazh të gabuar për publikun, sidomos për të rinjt që e ndjekin me interes këtë format. Një tjetër element i rëndësishëm në reagimin e tyre është fakti që ata nuk kërkojnë përshkallëzim të konfliktit. Përkundrazi, synimi i tyre është të tërheqin vëmendjen e produksionit, opinionistëve dhe vetë banorëve për përgjegjësinë që mbartin në një platformë kaq të madhe publike. Ata kërkojnë që të ruhet respekti reciprok dhe të garantohet që çdo situatë e tillë të trajtohet me seriozitetin e duhur. Kjo ngjarje ka hapur një debat më të gjerë në rrjetet sociale, deri ku mund të shkojë një reality show në emër të spektaklit. A duhet të tolerohen deklarata të forta në kuadër të lojës, apo duhet të ketë një ndërhyrje më të qartë për të vendosur kufi etik? Në thelb, reagimi i familjarëve të Mateos nuk është vetëm për një fjalë të vetme, por për klimën që ajo mund të krijojë. Ata kërkojnë që të mos harrohet se pas çdo banori ka njerëz, familje dhe një jetë reale jashtë kamerave. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse, sipas tyre, çdo fjalë duhet peshuar mirë. Ndërkohë, mbetet për të parë nëse produksioni i Big Brother VIP Albania do të reagojë zyrtarisht ndaj kësaj situate, apo nëse vetë banorët do të reflektojnë mbi gjuhën dhe sjelljen e tyre në vazhdim. Në fund, kjo histori shërben si një kujtesë se reality show, pavarësisht se janë formate argëtuese, kanë një ndikim real në publik dhe mbartin një përgjegjësi të madhe për mënyrën se si komunikimi dhe konfliktet prezantohen në ekran. Rrëfimi i Elvis Pupa në ferma VIP ka prekur publikun për sinqeritetin dhe qetësinë me të cilën ai trajtoi një temë kaq personale si prindërimi. Gjatë një bisede me Soni Malaj, aktori u pyet drejt për drejt nëse ai dhe bashkëshortja e tij, Belina Pupa, kanë fëmijë. Me shumë natyrshmëri, ai pranoi se deri më tani nuk janë bërë prindër, pavarësisht përpjekjeve. Elvisi tregoi se ata kanë provuar të kenë fëmijë në mënyrë natyrale, por pa ndjekur metoda të tjera mjekësore.
Ai e shpjegoi këtë zgjedhje si pjesë të bindjes së tij personale për të lënë gjërat të rrjedhin sipas fatit dhe kohës së duhur. Në fjalët e tij ndjehej një përzierje mes pranimit dhe shpresës. Nëse do të ndodhë, do ta mirëpresin me gjithë zemër. Një nga momentet më domethënëse të rrëfimit ishte kur ai tha se nuk mund të jesh pishman për diçka që nuk e ke. Kjo frazë u interpretuan nga shumë ndjekës si një mënyrë e pjekur për të përballuar një situatë që për shumë çifte mund të jetë e vështirë emocionalisht. Ai shtoi gjithashtu, me një ton të lehtë dhe pak humor, se ndonjëherë janë përpjekur të ndjekin edhe shenja apo besime popullore, por pa e humbur kurrë qasjen realiste ndaj jetës. Ky rrëfim solli një tjetër anë të Elvis Pupa, më njerëzore dhe më të ndjeshme, duke treguar se edhe figurat publike përballen me sfida të ngjashme si çdo çift tjetër. Në fund, mesazhi i tij ishte i qartë: pranimi i asaj që jeta sjell, pa humbur shpresën për atë që mund të vijë.